Ta nis nga pikpamja personale, Komode nuk ishte fare, sepse Komode ishte të rria në punën time, në klinikën time dhe në gjestë në shkrimin tim dhe në artin tim, edhe të flisja nga po mirë, se me zorë nuk të morën. Këtu duhet dalë, që nuk morën me zorë, po mund të flisja nga kulla e fildisht dhe thoje kjo bëhet, kjo s'bëhet, kjo shkon, kjo nuk shkon, edhe të rish në pozitat tua empirike dhe gjithë shka shkon bukur, ose jo bukur. Në këtë sens, unë vendosa që të zbres në teren dhe të prek gjërat më dorë. Dhe nuk e bëra për komoditet, po e bëra për kontribut. Lash pozitat e mia personale Komode dhe mora një palë pozita që janë më të gjëra dhe më të përgjegjshme publike. Pjesa tjetër, sigurisht që një person jo partijak si puna ime, u gjënd përballë fushatës dhe Kur datonë raporti juaj me Partinë Socialiste? Para 20 ditësh. Aplikove në portalin deputetit që duam, të zgjodhen... Që të shpjegoj pozitat, sigurisht që unë vi nga një taban i majt, nga një familje dhe fis me kontribute në Partinë Socialiste, po unë vetë si pozitat e artistit, unë ruaj bindjen që artisti është apolitik. Dhe kam shtrënguar dhe kam bajtur shumë fort këtë pozicion timin. Por, ka gjëra që mbarojnë me kufirin artistit edhe nuk mund t'i bësh dhe nuk mund t'i zhvillash. Do të më tutje sa aq. Për të bërë gjëra më të mëdha dhe për të dhënë kontribute më të mëdha, të duhet grupi, bashkimi dhe angazhimi më i madh se sa one man army. Po të spikatën apo aplikove? Ka qenë gjithmonë një raport jemi me publiken dhe mbi të gjitha me Partinë Socialiste dhe mbi të gjitha fare me kryeministrin Edi Rama dhe kjo gjëja shkoi drejt këtij finalizimi.